se prodhoj shti dron kapaciteteve sulmuse me 1000 sa kilometra në qëndrueshmëri dhe bartjen 45 kilogramve, është një diçka që besoj që shtetet e Ballkanit nuk e kanë. Asnjë shtet Ballkani nuk prodhon dron. Dhe është hera e parë që Kosova e pas luftës, tani më 26 vite sa, dhe sa vite që është shtet, ka rrit që të rritet qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët kanë krijuar tani me dronet. Ata këtë vit do të fillojnë me kapacitetet pilota ndoshta edhe me shitjen e tyre në për vendet e NATO-s, kuptohet. Dhe qëllimi i tyre do të bëhet në Republikën e Kosovës. Mbikëqyrja do të bëhet besoj nga Forca e Sigurisë të Kosovës, Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe organeve të tjera të sigurisë. Dhe kështu që Kosova ka bërë në kapacitetet e tyre mbrojtëse me raketa, makineri tjerë përcjellëse, me pjesë makinerisë ushtarake, të cilën tani vetëm e ka Kosova, me blind të cilët i kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesë tjera nga Turqia. Tani me do të fillohet, besoj që e dini edhe ju, do të fillohet me prodhimin e shotës, ato mjetit e blinduar edhe në Kosovë. Në Kosova i plotëson disa kushte të cilat në një kohë caktuar Donald Trump do të thotë Kosova është në NATO. Pasi që gjitha kushtet i plotëson, dhe mendoj që tani më kësaj iniciative të cilën e ka zotëri Kurti, qeveria e Republikës Kosovës dhe Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës me krye ministrin Nevë Maqedonci, mendoj që do duhet i bashkangjitet edhe Shqipëria, dhe që ata dronë të merr edhe Shqipëria dhe të jemi në 2 në 1, të cilët një treshe do të bëhet shumë e madhe në domin ndaj atyre që do të mendojnë që mund na sulmojnë. Dhe Shqipërisë mbetet që flota detare dhe pjesa e aviacionit i mbetet me forcu, por që nuk ka bërë deri me tani asgjë. Dhe është tërheq një vrejtje nga Ministria Ministria e Mbrojtjes Kroacisë, siç kam dëgjuar, që edhe Shqipëria do duhej ashtu si Kroacia të merr flotën ajrore dhe të është pjesë në mbrojtjes territorit vet, hapësirës ajrore. Dhe në këtë rast Shqipëria nuk ka ngrit në kapacitetet e veta të trajnimit të pilotëve të ri, apo shkollimit të tyre. Dhe është mbet vetëm në flotën e helikopterëve dhe në një flotë detare të cilën mund ta quaj flotë detare, sepse është më shumë për pjesën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore, por që nuk ka mbrojtje ushtarake. Kjo më bën mundi keq, ndërsa Kosova çdo ditë përplotson kapacitetet me mekanizma të automjeteve të blinduara, me pjesë tjera përcjellëse dhe pjesëve raketave që janë edhe kundër tank, edhe kundër ajror që vetëm tani është përcjell. Por çka është me mira që Kosova në një kohë shumë të caktuar, shumë të afërt caktuar, do të ketë edhe helikopter të vet. Këta jeni të sigurt që Kosova do të ketë helikopter të vet. Po folin këtë rast për FSK-n. Dhe mendoj që Kosova do duhet ta zhvillojë edhe një kapacitet tjetër për pjesën e humane të cilën është, do të ketë pjesën helikopter për zjarfikset dhe pjesën e ndihmës shpejt. Edhe këtë duhet ta ketë sepse i lejohet bazë konventave ndërkombëtare.
dhe përbartjen e mjekëve zjafikësve atje ku nuk mund me hy me kamiona apo me vepru me pjesë tjera, por në bazë të helikopteret shkarkohet dhe ngarkohet nga pjesa ku është e rrezikshmërisë lartë. Dhe këtë duhet ta zhvilloj, por kjo i mbetet çdo vendi komunal, sidomos qendrave të mëdha, siç është Prishtina, Prizreni, Peja, Xhiloni, Mitrovica, Ferizaj, Gjakova, të shëndrojnë mekanizmat e vetë për zjarë fiksa dhe për pjesë tjera që të ketë se cila në komun nga një helikopter të trajnojnë pilotët, por kjo mbetet në një afat tjetër më u zhvillua. Pritjet janë madhore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me që jemi tek pritjet madhore, më lejoni që mos më shpëtoj pa bërë këtë pyetje. U ka bërë përshtypja e Senatit Amerikan ku po përgatitet një projekt ligj për të pasur në vëmendje Preshevën, diskriminimin e shqiptarëve atje? Kjo vetëm është hyrë Kjo është hyrë në proces. Kjo është hyrë në proces dhe unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta ngritin, Senati do ta ngritë këtë çështje. Dhe momentit që ngritën në Senat kjo çështje, unë besoj që do të kemi edhe veprimet e tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë pozitive për qytetarët e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit, që shpresoj spoku t'i kthehen adresat, t'i kthehet në identiteti qytetarëve, sepse ata janë qytetarë të asaj pjese, janë qytetarë kombësisë shqiptare që jetojnë në Shtetin e Republikës Serbisë, dhe ka koha që edhe Albin Kurti t'i thotë, ja është boll, stop, sepse ne do t'i shikojmë, ne kemi të drejtat super elementare për çdo pakicë në nacionaliteteve serbe, bosnjake, turke, rome, gjykate, të tjera. Po për atë arsye duhet të ndërlidhet kjo temë edhe me pjesën e Luginës, dhe ti thotë Serbisë kështu nuk mundesh me shku kurkun, nuk mundesh me marrë asociacionin e komunave serbe, për shkak se ti mas pare ti eliminon shqiptarët fizikisht nga pjesa administrative e vendit ku kanë jetuar, ku kanë lindur dhe ku kanë shtëpitë e tyre, vorrat e baballarëve, gjyshërve, së gjyshërve të tyre. Dhe kjo nuk mundet me kalu. Mendoj që zotri Kurti vetëm e kokit pik dhe një ditë do t'i thënë në tavolinë Vučićit, ti ke bën një propagandë kriminale, shikon me nxjerr diçka nga Republika e Kosovës, po Republika e Kosovës i ka dhënë të gjitha kapacitetet super për çdo komunitet, super elementare për çdo komunitet, e sidomos kanë komuniteti serb të cilë jeton në Kosovë, e të cilë nuk janë të kënaqur prap, por ta shikojnë deri kur. Deri kur nuk do të janë kënaqur, apo do të kemi kthem brapa në tërheqjen e disa elementeve që jipen komunitetit serb, dhe mund të keni një paraspeshim me të gjitha komunitetet tjetër, edhe unë i bëjtiri e qeverisë, Parlamentit, Republikës Kosovës, të rishikon këtë, dhe tjenë edhe komunitetet, si që është bosnjake, turke, rome, egjiptase, e të tjera, dhe të është edhe komunitetit serbi barabart me të gjithë komunitetet e tjera. Kjo mos të ketë mandatet e rezervuara, e gjerat e tjera, sepse ne pishome se si kanë krijuar bandat e tyre kriminale, mba skena politike e tyre, lista sërbse kanë krijuar bandat e tyre kriminale, terroriste, të cilët çdo ditë kanë sulmuar në kohën e kaluar Republikën e Kosovës qytetarë. Se momenti që të sulmohet qytetare, atëherë sulmohet edhe shteti. Të më falni. Dhe për këtë arsye,
Kosova është vend në parë në Ballkan sepse ka luftuar me strukturat kriminale jo të komunitetit serb që është në atë pjesë, po me strukturat para ushtarake të shtetit të Serbisë dhe të Rusisë, të cilat kanë bërë një lloj invazioni në Republikën e Kosovës, siç ishte në sulmin e Bajskës, me pastaj sulmi strategjik në kanalin e Ibelepencit, të cilën kisha paralajmëruar për muajin nëntor, dhe të cilën ndodhe, por sot të gjithë këta sulmues, një pjesë e tyre janë të arrestuar, një pjesë e tyre të eliminuar, dhe një pjesë e tyre duke u ndjekur nga shteti i Republikës Kosovës, gjithsesi gjykatat e Republikës Kosovës, ku një ditë besoj që do të arrestohen dhe të sillen para drejtësisë dhe të jepen dënimet e merituara. Murat, unë të falenderoj për këtë bisedë parë për këtë vit, për gjithë analizën që ju bët, shtëruese për këtë çështje që ne diskutua, duke uruar më të mirën, edhe ashtu sikur thatë ju pak më lart që gjitha këto përpjekje të finalizohen me hyrjen e Kosovës në NATO, unë të falenderoj shumë. Falenderit dhe shpresoj që ky vit të shkojmë bashkë për gjithë qytetarët e shqiptarë përgjithësi, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshë, Bujanos, Medvesh, Malzi, po edhe në Çamëri, se në ditë do të jenë koha, besoj që edhe atje të marrin prapë shqiptarë shtëpiat e veta dhe të vendosen në ato vende, sepse ai vend i thret çdo shqiptar, që ka gjak shqiptari, që atë gjenocid që ka bërë shteti i Greqisë ndaj qytetarëve shqiptarë në Çamëri, të sillen para drejtësisë aktorët apo vetë shteti i Greqisë. Murat, faleminderit shumë.